Nga samiti i 4 i diasporës shqiptare, kryeministri Edi Rama u ka bërë ftesë të gjithë emigrantëve shqiptar kudo që jetojnë, që të bëhen pjesë e transformimit të Shqipërisë përmes investimeve në çdo sektor të ekonomisë. Ky vend është një kantier i madh transformimesh që e fton diasporën në pjesëmarrje. Pjesëmarrje në investime, pjesëmarrje në inovacion dhe në jetën akademike, pjesëmarrje në ndërtimin e së ardhmes së Shqipërisë. Si në çdo kantier, edhe në kantierin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian ka pluhur, ka pislëk, ka zhurmë, nganjëherë shurdhuse. Por mjafton të kthejmë kokën pas, në kohën kur ne filluam të mendonim për samitin e parë diasporës, për të marrë kurajo, forcë, frymëzim dhe për të vijuar punën kolosale që kemi nisur. Kryeministri u ndal tek paketa e maleve si një nga instrumentet më të mira për investim në vendlindje dhe për gjenerimin e të ardhurave. Unë i them shqiptarëve që e kanë një copë tokë diku në një mal, diku në një kodër, që e kanë një shtëpi të braktisur të gjyshit, atë stërgjyshit, që ta marrin në dorë paketën e maleve dhe ta kthejnë atë tokë, ta kthejnë atë shtëpi në një burim mirëqenie. Duke i siguruar të gjithë se ajo që ka Shqipëria e sotme, Shqipëria që tërheq 12 milion turistë në vit, është në gjendje të bëjë për ta, fal investimit të tyre natyrisht dhe mbështetjes së qeverisë, është që nga ai burim i ri mirëqenie, ata do të fitojnë në fund muajit më shumë se që fitojnë duke punuar për të tjerët jashtë atë dheu. Sipas Ramës, diaspora duhet bëhet pjesë e një projekti të madh kombëtar dhe i Shqipërisë, i cila synon që në vitin 2030 të jetë e barabartë me të gjitha shtetet e tjera europiane. Një ftesë për të qenë pjesë e pikërisht një projekti të madh kombëtar, i cili është më i madh se çdo qeveri, është më i madh se çdo cikël politik, është më i madh se çdo brez i vetëm, sepse është i madh sa amaneti të gjithë atyre që nga Gjergj Kastrioti tek Ismail Qemali e me radhë tek heronjt, martirët, dëshmorët, shqiptarë në të gjitha trojet ku shqiptarët jetojnë, lindin fëmijë dhe projektojnë të ardhmen, një amanet që e kërkon Shqipërinë dhe kombin shqiptar me patjetër në tryezën e përbashkët të asaj familje ku më në fund ne po bëhemi gati të jemi pjesë e pandarë. Kryeministri përmendi si një ndër arritjet realizimin e kërkesës së diasporës për të qenë pjesëmarrëse në zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri.